Segmenti lidhës mes rrugës transballkanike dhe portit të Vlorës nis faza e parë e asfaltimit. Një segment që pritet të japë një zhvillim të mëtejshëm zonës, ndërsa është investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ka inspektuar nga afër punimet, ndërsa në një intervistë për mediat e cilësoi investimin shumë të rëndësishëm, duke bërë lidhjen e një nyjeje jetike për qytetin, si dhe është rruga transballkanike me portin, por duke edhe ndikuar në zhvillimin e kësaj zone dhe jo vetëm. Siç e shikoni dhe siç juve e cilësoni, ky është një nga projektet madhore që e bën Vlorën në një tjetër stad zhvillimi të infrastrukturës, që do të thotë rruga transballkanike, që është një nyje jetike, edhe le të themi unaze e qytetit, do të vazhdojë të lidhet deri me portin, që është po ashtu një nyje e zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor të qytetit. Por projekti nuk mbaron këtu. Projekti do të vazhdojë të lidhet edhe përpara zonës së plazhit të vjetër dhe aty do të krijohet bashkë me infrastrukturën edhe një pjesë e shëtitore së qytetit dhe siç e kuptoni, ky nivel i investimit e kalon gjithë të zonë në një stad të ri turistik. Kryebashkiakja ka konfirmuar se kjo fazë pritet të përfundojë shumë shpejt, në fund të këtij muaji, për të vijuar më pas me pjesën tjetër të investimit. Ky projekt mbaron shumë shpejt, po mbaron faza e parë e asfaltimit, dhe ne themi deri në fund të këtij muaji ne do mbarojmë fazën e parë të asfaltimit. Lidhja e transballkanikes me portin cilësohet një segment me rëndësi për qytetin, një projekt që do të ndikojë pozitivisht dhe përfitues mbetet qyteti i Vlorës.